Kam ikë që i vogël në qytet edhe u kthym në fshat. Tu kemi 6 pojdina, kapaciteti është 20 persona. Kena turist nga mbar bota. Emrin ja kena vendos guest house si në shtëpi tane, që të njihen si në shtëpinë e vet. Kam ikë që i vogël në qytet, kam punu me impiantin e kondicionimit. Mas pak vitesh hapa edhe një biznes të emin, tu punu me pjesën e impiantit kondicionimit, shitjet edhe montimit. Kam lind në Fisht, mas shumë vitesh kemi punu me biznes në qytet, edhe më në fund erdhi koha, tu bisedu edhe me Altinin e mrizit zonave agroturizëm, edhe u kthym në fshat me hapën bujtinat tona. Tu bisedu me Altinin, Altini gjithmonë thotë herë mas herë, shitja të hyrë në qytet, hajde investo këtu në fshat edhe nisma ma madhe Altini ishte si, dhe më thonë nuk kalon rahat asnjëherë, veç tanë kohës të më thonë, hajde investo, edhe ma më fund të e morën vendimin edhe jam shumë i kënaqur se erdha, investova. Atje në qytet kishim maksimumi 2 muaj punë, kurse këtu jena perfekt. Ashtë pothuajse gati gjithë viti me punë. Unë kam pas marak me pas një pishinë, edhe jo atë pishinin midis palmave, por atë pishinin midis ullishtes, baqes, dhe më thonë aty taman në fshat, sikur është pjesa e natyrës në fshat. Edhe më në fund e realizova edhe atë pjesë, edhe jam shumë i kënaqur. Mama, baba em janë gëzuar shumë se kena hap një supermarket vogël këtu në fshatin ton, edhe mbështesin pafund me nismën që kam marrë. Janë shumë gëzuar. Emrin ja kena vendos guest house si në shtëpi tane, edhe që të njihen si në shtëpinë e vet. Këtu kemi 6 pojdina, kapaciteti është diku për rreth 20 persona. Kena turist nga mbar bota. Turistët që vinë pikë parit kanë mundësi me shku me vizitu shtëpinë e të madhit atë Gjergjfishta, muze, edhe kanë restorantin si munden me shku me vizitu, kantinën e Venës, studio Keramik Vasili. Janë disa restorante të mira ku munden me shku me shiju prodhimet tona vendore. Munden me bë xhiro me kuaj të firma Nardit, dhe më thonë mund të vizitojnë Fishtën. Kam pas shumë debate me shokë mi, si më thoshin që e du bë dorë, aje i marë, si më thoshin, aje pse tu ikë prej qytetit, mu këthy më fshat me investu. Edhe unë jam shumë i kënaqur, ju baj thirrje gjithë se të kthehen në fshat, se mos ta braktisin fshatin, se fshati është gjaja më e bukur si ka natyra.